Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa atamma taslim, wa ala alihi wa sahbihi wa man taba'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Fillimisht Allahun e falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, paqja dhe mëshira, selamet dhe salavatet qofshin bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe mbi ata musliman dhe besimtar të cilët mundohen dhe hecin pas rrugës së pejgamberit alayhis salam deri në ditën e Kiametit. Si çdo herë mundohemi që sadopak ta përkujtojmë fjalën e Allahut dhul xhelal, si çdo herë mundohemi që sadopak të marrim porosi nga porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të vetmin qëllim që sa herë besimtari e përkujton fjalën e Allahut dhul xhelal, të qetësohet zemra, që sa herë që besimtari kur ta dëgjon fjalën e Allahut dhul xhelal, të stabilizohet zemra, dhe sa herë që merr porosi nga porositë e pejgamberit alayhis salam, ai të jetë i udhëzuar natë që ka qenë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Për atë fjala Allahu dhul xhelal është ajo e cila neve na qetëson, fjala Allahu dhul xhelal është ajo e cila neve na mban gjallë, dhe fjala Allahu dhul xhelal është ajo e cila neve na kënaq shpirtin, ku vet Allahu dhul xhelal thot ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, a nuk është për kujtimi i fjalëve të Allahut stabilizim i zemrave tuaja. Atëherë edhe na, duke u nis nga fjalët e Allahut dhe duke i përkujtu porositë e pejgamberit alayhis salam, kemi ardhur bashkarisht në këtë vend që sadopak të marrim diç nga fjalët e Allahut dhe të marrim diç nga suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të mundohemi që të flasim në lidhje me edukatën e nxënësit të dijes. Pasi që vetëm se jemi në fillimin e vitit shkollor, çdo kush prej nesh ka fëmijët e tyre, çdo kush prej nesh shkon në shkollë, çdo kush prej nesh edhe ka regjistruar në kanë në shkollë. Por edhe na të cilët kemi mbaru, nuk do me thonë se dija ka mbaru. Edhe na të cilët kemi shku dhe kemi mësu diçka nga shkolla të cilët jemi regjistru, mos këtoj diku se ka fitu kush e di se çfarë dije, sepse dija nuk ka fund. Por atë edhe prej pikave kryesore të cilën deshëm na bashkarisht të përkujtojmë, janë disa nga sjelljet dhe disa nga edukatat e nxënësit të dijes, të cilët ai duhet të ketë parasysh. Edhe pse çdo dije e dobishme dhe çdo dije e hajrit kërkohet për muslimanit. Në këtë rast, dija më e madhe është që ti ta njohësh krijuesin tënd. Dija më e madhe është që ta njohësh Zotin tënd. Ti mundesh me qenë më i ditshëm i dunjës, ti mundesh me qenë më i njohur i dunjës, por nëse je ateist dhe nëse je me mosbesim dhe nëse ti ke me hu krijuesin tënd, ajo dija jote do të jetë kundra teje në ditën e Kiametit. Ti mundesh me ditën dhe qeret me ta po hajrin me dijen e dunjës, por ti nëse se ke njoft krijuesit tënd, e çka është më e keqja edhe nuk beson se ka krijues, sikur se ndodh shpesh herë në këtë rruzullin toksor që ka njerëz hala sot e kësaj dite, ato nuk besojnë se ka krijues, nuk besojnë se ka një Zot, edhe ai kret atë dije që e ka marrë dhe Zoti që e ka dhënë atë mende që ai të mëson, ka me pas kundra vetit në dunjë, për të ketë kundra vetit edhe në ahiret. Por na si musliman që kemi besu Allahun dhe besojmë një Zot, atëherë e kemi për obligim ta njohim kush është krijuesi jon. Për ta njohur se kush është krijuesi jon, duhet me pasën sadopak dije. E për me pas dije, duhet mi përveç krahët edhe mu mundu dhe me mësu. Mirë po, pasi që jemi dhe fillun fëmijët e tonë, evlatët e tonë, nxënësit tonë, studentat tonë, me fillimin e vitit shkollor, atëherë çka edukata e nxënësit e dijes dhe disa shkaqe që ndihmojnë nxënësin për marrjen e dijes. Pika e parë
të cilët deshëm të përkujtojmë si tërbije dhe si edukat e nxënësit të dijes, është se ai vazhdimisht, kanë thënë ulemaja, duhet ta pastron zemrën e vet, duhet ta pastron qëllimin e tij se për çka është duke mësuar. Në këtë rast është niyeti. Se pa nijet kur gjë nuk bëhet. Pa qëllim s'bëhet kur gjë. Atëherë edhe ai dhe ti dhe unë që kemi fillu dhe jemi duke u mundu me mësu, duhesh zemrën tënde ta pastrosh. Çdo punë të jetë vetëm se për hir të Allahut. Çdo mësim që mëson të jetë për hir të Allahut. Çdo ilm që e merr të jetë vetëm se për rizat Allahut. Kjo është niyeti në zemrën tënde që ti duhesh ta pastrosh. Po mirë hoç, unë bëj niyet, unë për Allah e kam. Mirë, po shpeshherë njerëzit nisen me niyet, edhe pastaj shkon niyeti dhe veç sa ta marr çat diplom, kimë pas se çka kam u bë unë. Veç sa diplomoj unë, kimë di se çfarë profesore do të bëna unë. O inshallah bëhesh edhe doktor, e bëhesh edhe akademik. Por niyeti jot mos ndryshohet që ti ta marrësh një diplom dhe bëhesh vetëm se ai. Kurse te Allahu ndoshta do të jesh më i poshtër. Por ti mëso edhe inshallah bëhesh me titull shumë i madh vendin tënd, por para se gjithash dijen çka e merr bane për hir të Allahut subhanahu wa taala, sepse atëherë do të shpërblehesh. Në këtë rast folin dy aspekte: dijen e dunjas dhe dijen e ahiretit. Kemi nevojë edhe për disa dije të dunjas, të cilët popullata jon ka nevojë që ti din. Por jo çdo kush mund të studion një lemi prej lemive të cilët ka nevojë kjo popullat të mëson. Por nëse një grup prej besimtarëve shkon dhe mëson dhe mësojnë, atëherë na si shoqëri do të lirohemi. Nëse kemi një grup nga fshati jonë dhe nga vendi jonë dhe nga mahalla jonë që mësojnë, grupi tjetër lirohet prej asaj obligimi. Në këtë rast, dija me një nijet të pastërt e ndihmon Allahu dhul xhelal këtë dije. Por atë edhe jo vetëm se dituria, por të gjitha punë bëhen me nijet, të gjitha punë bëhen me qëllim. A thu vallë çka do të jetë qëllimi jot, a thu vallë çka do të jetë atë të cilën ti Allahu dhul xhelal të ka mësuar dhe të ka obligu për me mësu. Për atë vlera e kësaj dije të cilën e ka përmend Allahu në Kur'an, ajetet janë të shumta. Vlera e dijes të cilat është përmend në hadithe të pejgamberit alayhis salam, edhe ato janë të shumta. Por na nuk do të ndalemi në vlerën e dijes, as nuk do të ndalemi në ajetet për vlerën e kësaj dije, të cilën Allahu dhul xhelal e ka urdhnuar para 1430 kusur viteve. Por atë, jo rastisht, fjalët e para në Kur'an, kur kanë ardhur, nuk kanë ardhur falu, nuk kanë ardhur agjëra, nuk kanë ardhur, do me thonën shko, do me thonë ose me luftu, ose mu fal, ose me agjëru, ose me dhënë zekat. Por fjalët e para kanë ardhur lexo. Edhe kjo fjalë shpeshherë është përmend për hoxhallar. Por edhe ato të cilët janë hoxhallar ju japin shembull atyre të cilët janë xënës. E shef, Kurani na thot neve me mësu se fjala e parë është ikra, bismi rabbika alladhi khalaq. Por atë mësim çka ti do ta bash, ne mund kujna do ta bash. Se kanë mësu njerëzit edhe përpara. Mësojnë edhe njerëzit sot. Por na çish duhet mi mësu gjeneratat tona, ne mund kujna të mësojnë dhe ne mund kujna të lexojnë. Që këto është ai dallimi çka na e porosisin popullatën tonë. Këto është ai dallimi çka ju porosisim edhe juve. Por atë kanë mësu njerëzit me një kohë në emën kapitalizmit. Kanë mësu njerëzit me një kohë në emën socializmit. Kanë mësu njerëzit me një kohë në emën marksizmit, e në emën stalinit, e në emën komunizmit. Këret këto që kanë mësu, për një me kanë mësu dhe janë botë më dhej, dhe kanë po shkolla, por ato kanë qenë ateista, kanë qenë komunista, kanë qenë titista, kanë qenë enverista, edhe kanë qenë qaferista, mund fund. Këto kretë kanë mësu, po mësimi tyre ka qenë kundra tyre, se kanë muhu Allahun e vërtet, kanë muhu Zotin e vërtet, ato dhe ato të cilët kanë qenë ma dijen e tyre, kanë deviju dhe janë shkatru, bile edhe të Allahu kanë shku faqezes. Sepse kanë shku pa iman, kanë shku pa besim, sepse ato nuk janë pendu dhe kanë vazhdu me stalinizmin e tyre, me leninizmin e tyre, me marksizmin e tyre, edhe me ateizmin e tyre. Atëherë çka? Nëse mëson dikush në emën të darvinizmit dhe thot se njeri hala e ka mendën se e ka prejarën për majmunit, kjo dije neve nuk na duhet. Nëse
ka njerëz alat të cilët e mbrojnë këtë teori, se edhe kjo është dije, por kjo dije nuk është e mirëfillt që e bën kabull. Mas pari dini jot dhe feja jote, por se bën kabull natyra, se bën kabull asnjë fej prej fejeve të cilët pretendojnë njerëzit që e kanë. Edhe judaizëm me shku. Krishterizëm nuk ka se njeri është prej majmunit, e të muslimanët halomajq. Por na kanë mundu dhe na kanë imponu që na themi dhe që themi në lëndën e biologjisë se prej ardhe njeriut është prej majmunit. Jo, prej ardhe njeriut është prej Hazreti Ademit. Edhe këtë neve na mëson dhe na mëson shumë mirë Kur'ani. Por edhe nana e njerëzimit është Hazreti Hava. Ne nuk do të ndalim tash në krijim, por desha me thonë të dija. Atë dije që e mëson nemën të Allahut që ati ka bereqet. Qatë dije që e mëson nemën të Allahut që ati ka rahmet. Qatë dije që e mëson nemën të Allahut që ati Allahu dhul Xhelal ka me shlue, do me thonë që zemra jote të forcohet. Sepse qëllimi jote është final, se çdo mësim ta mësosh në emën të Allahut. Edhe medicinën kur ta mësosh në emën të Allahut. Ikra bismi, lexon në emën të Allahut. E në emën të Allahut do me thonë thosh bismillah. Ta rrokesh punën e medicinës me bismillah, se në fshatin tonë, në vendin tonë, kena nevojë për ty. Ta marrësh një punë me bismillah, që ka është Allahi razimi në fakultet, që ku të vijsh vendin tonë, ta koordinojsh, ta udhëheqish ata të mahall, ta udhëheqish atë vend. Por edhe lëmi tjera të cilët janë të dobishme për shoqërinë, na lejohet na të mësojmë dhe na lejohet neve të edukojmë fëmijët e tonë që ato të shkojnë pas kësaj rruge. Pastaj Allahu dhul Xhelal për ajeteve kuranore neve na mëson se edhe kur ta thuish fjalën la ilaha illallah, nuk bën ta thuish para se me ditë. Se si mos e dish, s'mundesh me thonë. Por Allahu fillimisht i ka dhënë përparësi dijes, pastaj ka thonë thuje. Në ajetin kuranor Allahu dhul Xhelal thotë fa'lam annahu la ilaha illallah. Dije se nuk ka të adhuruar Zot të vërtet përpas Allahut. Nuk ka thonë thuje, se thuje do më thonë kull la ilaha illallah. A s'ka thonë thuj, po ka thonë fa'lam, dije. Pra mas pare ka përmend ilmin. Ilm do më thonë ti duhesh me ditën për këtë fjalë, pastaj ta thuash këtë fjalë. Kjo është e para. E dyta, Allahu dhul Xhelal e përmend në Kur'an se nuk mundën me kon barabart. Njëri që mëson dhe që din, edhe ai që që mëson dhe që s'din. S'mundën me kon barabart. Por atë Allahu dhul Xhelal në Kur'an thotë kul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. A janë të barabartë këto të Allahu, ai cili din dhe ai cili nuk din. Ai cili ka njohuri dhe ki qetri s'ka njohuri. S'mundën me kon barabartë. E ne në këtë rast nuk i bëjmë të dallime. Po shpesh herë dallimet e ne janë, po ti je fukara, unë jam zengin. Unë kam pare, ti s'ki pare. Unë jam i fort, ti je i dobët. Edhe i forti me dobët nëse që i barabartë. Edhe ai cili ka dhe ai cili s'ka se janë të barabartë. Atëherë çka? Edhe ai cili din nuk mundet me kon i njëjtë me atë cili nuk din. Pastaj Allahu dhul Xhelal tregon se Allahu i ngrit ata të cilët din dhe besojnë në Allah me derexhe, me shkallë të larta. Për ajeteve kuranore thot Allahu yerfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahu do t'i ngren ata të cilët kanë besuar në Allahu dhul Xhelal, pastaj thot walladhina utul ilma darajat, edhe ata të cilët ju është dhënë dija, ju është dhënë ilmi me shkallë të larta i ngren Allahu subhanahu wa taala. Sa i takon punës dijes, Imam Bukharia në librin e tij, në Sahihun e tij, e ka një kaptin ku ja ka vënë emrin kaptinës babun el ilmu qabla el qawli wal amal. Dija para thënjes dhe veprave. Mas pari e ka përmend dijen, pastaj e ka përmend ta thuash, pastaj ta veprosh. E shpesh njerëzit veprojnë para se me thonë. E thojnë para se me ditën. Kreç shkon ka e prapa puna. S'mune si ta veprosh një punë që se din. Por unë e kom dëgjuar, çfarë e kemi gjetën edhe çfarë e bën. A beti e ki gjetën, por e ban për ta di se dallash e kije. Po çfarë na kanë thonë edhe ne po e themi. Nuk mundesh, na kanë thonë po e themi. Por duhesh me di se kush e ka thonë, edhe ti ta dish ata i cili e ka thonë. Pastaj ta thuaj se ta veprosh. Edhe çka para asaj duhesh ta dish. Para atë edhe jo rastisht Imam Bukharia rahimahullah e ka përmend librin e tij El ilmu qabla el qawli wal amal, dija më pari, pastaj vjen thënia dhe pastaj vin veprat. Për haditheve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, kur është mpiqe kërkimi i detyrisë, kjo nuk është
nuk është një punë e vogël, por shpërblimet janë të mëdha te Allahu dhe Xhelal. Për atë ai i cili niset të kërkon dije, është çka në rrugt të Allahut dhe Xhelal. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahala Allahu lahu tariqan ila al-janna. Ai i cili ka nisë rrugën për me kërku dituri, thot pejgamberi alayhis salam, sahala Allahu lahu tariqan ila al-janna, Allahu ka me ja lehtësu ati rrugën për xhennet. Ti e ke nisë një rrugë, rruga e dijes nuk është e lehtë, por në rrugën e dijes kime gjetë vështirësi, rrugën e dijes kime gjetë probleme, rrugën e dijes vjen shejtani dhe ta bën xhumin shumë të fortë, rrugën e dijes vjen shejtani dhe ta mërzit ditën, rrugën e dijes vjen shejtani dhe ta bën sabahin që ti mos shohësh, të mësosh. Rrugën e dijes ta bën shejtani që ti të bëhesh dembel, a faktikisht ti nuk je dembel, as nuk je përtac, ti je shumë i zgjedhshëm, ti je shumë i fortë, ti je domethënë si apo populli Çeskin. Edhe ti je shumë i shpejt edhe për futboll, shumë i shpejt edhe ku thirrin për me ushetit, je shumë i shpejt edhe me thirr ndarësën, i jepet parve. Ama kur është punja e dijes, ai të vjen edhe të mundon, vetëm që ti mos fitosh. Por atë edhe Allahu dhe Xhelal thot, kush e ka marr rrugën e dijes, Allahu ka më ia lehtësu rrugën për xhenet. Normalisht ka vështirësi për këtë rrugë, por ta di se ka më të kthije me më të mirën që Allahu dhe Xhelal ka përgatitur për besimtarët, ka përgatitur për ilimdarët. Për atë me dijen të cilën na mundohemi të mësojmë bashkarisht, se edhe pse ti ke mbaru dhe kemi mbaru, tham në fillim, nuk mundesh të thuj se unë më e fitova, por sa më tepër që kime ditë, kime ndih vetën se aq më tepër nuk din. Sa më tepër që kime marrë njohuri ndaj dinit të Allahut dhe Xhelal fillimisht, edhe njohuri tjera, aq më tepër kime ndih veten ignorant. Kime ndih veten se çfarë pa diçëm pas kam qenë unë. Se shumë sende, domethënë janë paditura për neve. Por atë edhe na kërkojmë dituri që ta dallojmë besimin prej jo besimit. Ka thënë ulemaja, ai i cili din e dallon yufarriqu bainal kufri wal iman. E dallon ti kufrin për imanit. Se mes me ditën se diçka është kufër, se diçka është iman. Por zihen punën. Ai i cili nuk din se diçka është halal, çka është haram. Sikur se ne jam përzi sot kapllat. Ti ku ti thuj, o, të musliman haram, be kjo punë? Ja. Ku ive, thë ti? Ku gjindesh? Qali shekull jemi sot? Por atë është satelit, por atë është film vizatimor ku ti thuj se që kjo punë është haram. Pse? Ju ka përzi halali me haram. Edhe halali i duket haram, a harami i duket halal. Pse? Pi padijes. Është ngrit ignoranca të nalt, edhe qka i bohët këtë rast. Këtë rast, dija e dallon halalin pi haramit. Dija ta dallon të bardhën pi xezës. Dija dallon çka është shirki dhe çka është tauhidi. E ti kur se di çka është shirk, shkojnë njerëzit edhe bëjnë shirk. Po kur ti nuk ngon, edhe kur ti nuk mëson, edhe kur ti nuk vet, atëherë çka vjen deri te katastrofa më e madhe që Allahu ti pas zullum. Se zullumi më i madh që i bota Allahit është kur i bën të shirk atina. Por atë nasiati më i madh i Lukmanit ndaj birit vet çka ka në fillim, ja ka dhënë 10 porosi, 10 këshilla. Baba e vladit vet i ka thonë, ja buneje, la tushrik billah, inna shirka la dhulmun adhim. O birim, ke kujdes, mos i bën shirk Allahit, se shirku është padrejtia më e madhe. Shirku është zullumi më i madh që i bota Allahu dhe Xhelal. E te ne sot, pse bëhet shirku vende? Pse njerëzit e kanë paksu dhe kanë dobësu diturin, s'kajnë dije. Sa i të kish ditën se kish shirk, është një punë shumë e shumtume dhe qonë xhenem, ai kur se kish bon. Edhe ai e din se ta kish ditën se kish shirk është një punë të cilën shejtani manipulon me njerëzit e se kish bon. Për çka bëjnë njerëzit? Duke mendu se ka me shpotu e vladi vet, duke e kall qirin filan vorin, duke e vnu hajmalien filan trupin, e duke shku të filan gjingjie të filan falxori, për me a gjeta një kismet, ai me gjithë kismetin edhe me gjithë falxorin janë kret dalalet. Ai mendon se ai din, por edhe ki kanë me shku në humner. Pse? Se dijen të cilën ato kanë fillu, nuk është dije që është razit Zotit, se ka një dije që është dije shejtanit. Edhe shejtani çdo herë mundohet ti me të marr me dijen e vet që ti të devijosh. Në këtë rast na themi dijen të cilën na duhet vazhdojmë ta marrim është që na ta dallojmë të mirën prej të keqes,
por ta dallojmë kufrin prej imanit, ta dallojmë shirkun prej tauhidit të Allahut subhanahu wa taala. Për punëve tjera të cilët dëshëm të përkujtojmë, pra edukata e nxënësit në dije, jashta qëllimit dhe niyetit, pika e dytë është ngritja e ignorancës nga vetja dhe nga të tjerët. Pse mësojmë ne? Që atë pa diturinë tonë, ignorancën tonë ta largojmë. Se njeriu mëson për me ditë. Se si mos dish, thamë edhe fillim, s'mundesh edhe vetveten tonë ta njohësh. E lëni më tjerit. E jo krijuesin tonë Allahun të xhelal. Për atë prej edukatës së kërkimit të nxënësit në thithjen e dijes është që ato, domethënë, me kërkimin e dijes ngriten lart edhe çka të largohet, edhe dale ignoranca dhe ajo çka është jehel dhe jahiliet për vetvetes vet, dhe ti mëson të tjerit nëse janë jahiliet, ti mëson të tjerit nëse janë në ignorancë, ti mëson të tjerit nëse janë në padituri. Pra kjo është ajo çka kërkohet prej neve, kjo është ajo çka e kërkon Allahu prej neve dhe e kërkon kush? I dërguari i tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Prej edukatës të nxënësit në kërkimin e dijes, kanë thënë ulemaja si pikë e tretë është se ti me kërkimin e kësaj dije e mbron shariatin e Allahut të xhelal. E çish mbrohet ky shariat? Duke ditë se ti i palon librat, edhe librat nuk folin. Që Kurani është krejt, që kitabet na kallëzojnë krejt. Vjen dikush nuk fol libri, ti jape përgjigje, por ti duhesh me marr librin, me shfletu dhe me mësu, edhe pastaj ta mbrojsh këtë din dhe këtë shariat. Kjo është ajo çka kërkohet prej neve. Mbrojtja e këtij shariatit është çka në dorën tënde. Allahu dhul xhelal ka bërë sebeb që njerëzit e dijes me na e dhon dijen neve, me na e dhon librat neve, por ti a je nga ato i cili do ta sjellësh atë libër, do t'i mësojsh çështjet dhe meselet, edhe pastaj ta mbrojsh këtë shariat. A për edukatës nxënësit që don të kërkon dituri, është që ai ta mbron këtë shariat. Allahu dhul xhelal ka garantuar dhe ka garantuar Kur'ani se ne do ta mbrojmë dhe ne do ta ruajmë, se ne e kemi zbrit. Por çka Allahu dhul xhelal ka pru edhe njerëz. Ai ka mujt pa e çu pejgamberin alayhis salam ta mbron këtë ditë dhe ta tregon. Por çka e çoj si sebeb. Por çka u mundu mrenda 23 viteve ta tregon, ta propagandon dhe t'i mëson sahabët se ki islam ka ardhur shpëtim për këtë njerëzimin. Dhe unë ku më ardhën pejgamberi alayhis salam ka ardhën rahmet për këtë botrat. Se Allahu ashtu e ka thënë. Por atë edhe na si musliman e kemi për obligim kur ta pastrojmë jetin, edhe çka kur ta ngrisim se mësojmë për me dalë dhe për me ngrit dijen tonë dhe ta largojmë ignorancën, e kemi për obligim që na ta mbrojmë shariatin e Allahut dhul xhelal dhe ne jemi ata të cilët do ta mbartim këtë din. Se pejgambert kanë shku dhe me ardhmën e pejgamberit alayhi salatu wasalam kanë mbaru vula e pejgamberisë. Atëherë çka? Na si musliman e kemi marrë këtë amanet. Qofshmi hoxhallar, e qofshmi daveçi, e qofshmi nxënës të dijes, e çdo kush prej neve ka një kaçore hise këtë din. Ti për familjen tonë dhe je përgjegjës, edhe ti duhesh me bën nasihat. Na narsin e nëna për xhamia duhet me bë dhe duhet me këshillu njerëzit për ka e mira, sepse ne jemi bartësit e këtij shariatit, e për me qenë bartës e këtij shariatit duhet me qenë do libra, e duhet me mësu e me lexu, sepse kjo është ajo tërbia dhe edukata që ka kërkohet prej neve. Prej punëve tjera të cilët është edukata nxënësit në kërkimin e dijes, ka thënë ulemaja e katërta pikë, zemërgjërsia në çështjet ku nuk ka pajtim. Me kon zemërgjant kur ti të mësojsh, se ki me has në mesele të cilët ndoshta ti ki mu kundërshtu me shokun tanë. Në këtë rast, zemërgjërsia në mesele është një istihat. Por ti ku të mendojsh diçka, mendon me Kur'an dhe me Sunet, edhe ai ku të mendojë diçka, të mendojë me Kur'an dhe me Sunet. Atëherë çka, ju di mundi mi pas meselet e ndryshme, por baza e juve është njësoj. Këtu nuk ka domethënë khilaf, këtu nuk ka keq kuptim. Por shpesh herë ndodh që ndonjëherë njëri është zemër ngushtë, edhe nuk don ta pranon vetëm se të vetën e don. Unë tham kështu edhe pikë. More ti thot kështu, por ka edhe ashtu. Ti mundesh me thonën vetëm këtë mesele, unë e di se kjo është më tamam. Jo, ne themi ka edhe një tjetër mesele që është e ardhur me hadith pejgamberit edhe është tamam. Për shembull,
njeri i dijes kur është zemërgjant nuk ka ngull në mesele. Në dimi se pejgamberi alayhis salam e ka bënë haç. Por atë kur vetë diku sa haxhi ka bënë pejgamberi alayhis salam. Dikush ka më thënë po se dina apo shkoj unë sa haç. Vetëm një haç e ka bënë. Vetëm një e ka bënë, po vetëm një. Po mirë, sa lloje të haxhit kemi? 3 lloje. E pika dulën 3 lloje, pejgamberi një e ka bënë. E këtu është zemërgjërsia në argumente tash. Pejgamberi alayhis salam e ka bënë haç, kurse mas pejgamberit i kemi në librat e fikut 3 lloje të haxhit. Një hax e ka emrin Kiran. Një e ka temetu, ai tjetri e ka ifrat. Çka do të thonë Kiran? Çka do të thonë temetu? Çka do të thonë ifrat? Kjo çetër meselë është meselë në fik. Por unë jam të fol në zemërgjërsinë e dijes se ne nuk duhet mu prish me njerin. Se vën filoni e ban Kiran, oni be vllabane. Vjen ai tjetri e ban ifrat, s'ka problem. A ka mas tamam e ki. Po vjen ai tjetri e ban temetu. E tash çfarë haxhi ka bëu pejgamberi? Pejgamberi sa më ka bëu haxhin Kiran. Kiran do të thonë me marr kurbanin me veti. Prej të vendlindja jote me shku me kurban atje. Që kjo është haxhi më i vështirë. Këtë haxh e ka bëu pejgamberi alayhis salam. Te Ebu Hanifja është i pëlqim ki haxh. Edhe Ebu Hanifja ka pëlqim haxhin Kiran. Ku na për shembull vendet tona, ku shumica e njerëzve thonë Hanefi nuk e bajnë këtë haxh. Por cilën haxh e bajnë? Haxhin më të mirë, që e ka emrin temetu. Po çish me bë temetu, a pejgamberi ka bëu Kiran. Por ai ka thonë, mos e kisha marr kurbanin me vetin Mekë, do ta bësha temetu. Domethënë e ka pëlqi këtë më mirë se këtë vetën. Edhe na çka themi, do ta marrim temetu. Haxhi i knasis. Haxhi i cili është i lezetit. E kjo çish mirët, duke ditë valla. Por na duhet me konta zemërgjant. Nëse vjen dikush thotë, jo, vetëm me kurban kam e shkupi shkupit. Ti merre kurbanin, po mundet me cop për udhë. Se larg është. Po mirë, unë du me e çu në vend që ka bëu pejgamberi. Tamam, shko, s'ka problem. Dveta e kam tamam, tamam e ki haxhin. Nuk thënë se ki tamam. Po mos kom ngule dhe veç tush e ejmja është, vetëm Kirani është hak. E ju që shkoni të metu se keni tamam, jo. Nëse thuhet cili haxh është më i mirë, ne themi haxhin më i mirë sipas fjalëve të ulemave është haxhi temetu, më i mirë. Por nuk do të thonë se atë qerët s'bajnë. Por vjen edhe haxhi i tretë, i cili është haxh pa kurban, që e ka pëlqyer Imam Shafia. Ifrat e ka emrin. Vetëm haxh, pa umre s'ka kurban. E ka haxhin tamam, thënë e ka tamam. Por umre s'ka. A mundesh me e bo? Mundesh me e bo. Këtu është e zemërgjërsia në mesele. Qëtër mesele që ka deshëm të kuptojmë se ne, kur dojnë atë kërkojnë atë dije, unë i përmendi meselet e shariatit, a ju mujni me bo kjas dhe më analizore mesele qera të dunjajës. Pejgamberi o konë gjallë, sahabët janë konë gjallë, edhe për një mesele, për një çështje janë da, dy mendime. Por këtu është zemërgjërsia se ato nuk janë lidhnu. Ato nuk kanë bovë luftë ndërmjet veti, vetëm unë e kam edhe ti e gjahile, ti e delalet, ti s'dine, unë dije, ti e i hupte, unë a ditën e kam tamam e ti se ke tamam, ja. Por, ato e kanë pas pejgamberi alayhis salam, edhe pse kanë shku me një mision. Ju ka thonën pejgamberi alayhis salam, la tusaluna al-asr illa fi Bani Qurayza. Ka qenë kapile jahudive Bani Qurayza. Kjo kapile jahudive i kish pas mundu musliman, edhe pejgamberi ka thënë një grup që shkojnë ti luftojnë dhe ti përjashtojnë për atë venit atë kabilet jahudive. Duke qenë në Medinë. Edhe ka thonë mos e falni ikindian përpose kur të mrinin Bani Qurayza. Mos e falni ikindian, vetëm kur të mrini atje. E kam qëllimin këtu tash duhet me konë me argumente, se ku që zemërgjan duhesh me qenë me argument. Se nëse s'ka argument prej Kur'anit, edhe nëse s'ka argument prej Sunetit, nuk merret për argument. Në meselet e fejes. Dikush ju kam tek tash. Fol me mendën e vet, mu më merr media, me më merr media nuk ka. A ki vëlla në delil në argument, si ta kesh delilin për mikrije. Të respektojmë dhe të nderojmë. Në këtë rast nisën shokët e pejgamberit alayhis salam. Po tu shko rrugës, vjen koha i kindis. Sikurse janë nis mazreka, edhe vjen koha i kindis, si zeni kindia. A kanë hala me udhtu deri te vendi. Edhe një grup prej sahabëve thonë ndaloni. Ka ardhur koha i kindis me fal. Një grup që thonë jo, s'ban me fal. A na tha pejgamberi mos e fali kindin vetëm ku të mbrimi atje. Këto tjerë s'ka thonë jo, na ka thonë pejgamberi me një vend tjetër,
Ahabbul a'mali ila Allahi as-salatu ala waqtiha. Puna më e dashur te Allahi është namazin vaktin e vet ta falësh. Ka hi vakti, ka hi kohën e kena me falë se Allahi e do këtë punë. To japin hadithin. Edhe çka bëjnë? Dahan dy grupe. Njëni grup e fali këndijin kohën e vet. Edhe grupi tjetër ku të mrinje atje. Dorsa kanë mrit tu përëndu dillit, por e falin i këndijin kur kanë mrit berin kurela. Tash, prej një urdhni të pejgamberit, i kanë nisë me një mision, u banën dy mendime. Por tu është zemërgjërsia e pejgamberit a.s. Kur vinë prap, i thonë, ja Resulullah, ti na thave mes me fali këndijin për pasin berin kurela. Por na kur erdhëm me një vend, u danë dy grupe. Një grup e falin ko, e ai qetri e fali atje. Tha, edhe ju e keni taman, edhe ato e kanë taman. Pse? Se këto kanë punu me hadith pejgamberit, edhe ato kanë punu me fjalën e pejgamberit. A është taman. E tash, nëse unë e kam një delil, një argument, dhe e baj këtë mesele, por edhe ti e ki një argument dhe e baj një mesele tjetër. O vlla, pse unë vetëm tanën, ose pse vetëm ti me timën punojsh? Banu se mërgjant. A është në sunet kjo punë? A është në sheriat kjo punë? Tamam, zemërgjant banu. Mos u ngushto meselen vetëm e joqat ka përseje. Jo. Por atë edhe dija është. Ai cili nuk din, e ngushton shpirtin e vet, e ngushton vetveten e vet edhe mendon se vetëm ki ka argument edhe qeri që në kit hupt. Se ka njerëz të cilët e ka lexuar një hadith dhe një mesele, mendon se vetëm kjo mesele është për ta e vërtet, kurse ju qerët ju jeni këtë xahila, këtë nuk dini. Jo. Sa më tepër që ti lexon për meselet të cilët ndoshta ka argumente dhe qera, as më tepër kemi marrë vesh se ti dush me kon më zemërgjant kur ti mësoj se qerit, edhe kur është pyetje ijtihadi dhe kur ti bazohesh në librin e Allahut dhe bazohesh në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pika e 5 me radh prej tërbijes dhe prej edukatës së nxënësit në kërkimin e dijes është të punuarit me dijen. Se ti mundesh me ditë mes me punu. S'ka fajde. Por ai cili din dhe ai cili ka mësu për me ditë, ai duhet edhe të punon. Në këtë rast dije të mirëfillt që është razi Allah, është razi pejgamberi alayhis salam. Por nëse ti punon, mëson dhe nuk punon, atëherë dija jote do të jetë kundra teje. Në këtë rast ka dije të cilën e ka pasën edhe shejtani. Shejtani mos kujtoni se ai se ka ditë se ka Allah. Iblisi e din dhe e ka ditë se ka krijues. Edhe i ka besu Allahit. Ai veç një urdhën se ka ngut Allahit. Veç një. Edhe Allahi e ka mallku dhe e ka përjashtu prej rahmetit vet. Edhe ai ka dije. Po dija është e shejtanit. Edhe ai çka bën? E ka mashtruar në dunjë. 1 miliard e gjys ka musliman, 5 miliard e gjys prej 7 miliardve janë pa besimtar. Këret këto janë me shejtanin, që i ka mashtruar. E tash, për këtyre 1 miliard e gjysve jemi që këto likaçore musliman, që mundohet edhe me neve me manipulu. Edhe neve me naj dallashit dinin, me naj dallashit fejen, me naj dallashit meselet, me naj dallashit dijen. Vetëm se ti mos jesh prej atyre i cili kërkon ditori. Vetëm mos jesh prej atyre i cili e lip dijen që është razi Allahu dhul xhelal dhe është razi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur ti mëson dijen që duhesh me punu me ta, në çdo lemi, po më parasysh, kësos matematikën, duhesh ja hapsh hakin matematikës. E ke mësuar ekonominë, duhesh ja hapsh hakin ekonomisë. Ke mësuar medicinën, duhesh ja hapsh hakin medicinës. Por edhe nëse ke mësuar shkencat islame, akidën, duhesh ja hapsh hakin akidës. Ke mësuar tefsirin, duhesh me dhën hakin tefsirit. E din Kur'anin dhe hafazi Kur'anit, duhesh me dhën hakin ti Kur'anit. E kështu me radhë, Ktu është edhe sjellja, ktu është edhe morali, ktu është edhe, domethënë meselet që janë njerëzore, që na ta ndihmojmë këtë popull, ta ndihmojmë këtë shoqëri, ta ndihmojmë vetveten tonë dhe të ndihmojmë vëllezërit tonë. Parat kanë thënë ulemaja, barçi i dijes është sikur se barçi i armës. Ose me të, ose është kundra teje. Parat edhe kanë thënë ulemaja, edhe Kur'ani, në këtë rast pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, Kur'ani është argument për ti ose është kundra teje. Ky Kur'an i cili lexohet prej nesh, ka me kon ose për neve, ose ka me kon kundra neve. E çish ka me kon për neve, nëse na e lexojmë dhe punojmë. Nëse na e lexojmë dhe e praktikojmë. Por ka me qenë kundra neve nëse na e lexojmë dhe ja kthejmë shpinën.
Nëse na e lexojmë edhe bëmi kishë menja se kemi kuptuar. Sepse Kur'ani është ilaç për zemrën tënde. Kur'ani është qetësim për shpirtin tënd. E mos e merr Kur'anin veç kur je në zar. Mos e merr Kur'anin veç kur ke smuje. Por merr Kur'anin vazhdimisht në jetën tënde, se është jetë e njerëzimit, është jetë për ty dhe për mbar njerëzimin, sepse në ta ka argumente qarta, qofshin ato të dunjajës, qofshin ato të ahiretit. Për me bo ibadet Allahu Dhul Xhelal, ku kemi e gjetën të këtë punë? E gjenë këtë Kur'an. Për me bo ibadet Allahu Dhul Xhelal dhe adhurimet për mi ditë, ku kemi gjetë? Kemi gjetë sunetin e pejgamberit alayhis salam. Prap dush më kthiti kjo dije, por këtë dije, çka e themi se ti duhesh të punosh me ta. Mirë po, për me bo atë punë, tash kthehemi prap në dinin ton, fejan ton. Për me bo një namaz, për me bo një zeqat, për me bo një haç, për me bo një ibadet për ibadeteve të Zotit, prap duhesh me di se çish duhesh me bo. Jo mu çish ma merr mendja, por ki me bo ibadetin çish don krijuesi jot, jo çish don ti. Ki me përmend Allahun si don Allahu, jo si don ti. Se ka njerëz të cilët e përmendin Allahun si don shejtani, jo si don Rahmani. Çish bëhos me ka zë pak më mirë se s'pak marr vesh. Unë kur ta përmendi Allahin, e përmendi Allahin si don Allahu, jo si do unë. Kur ta përmendi unë Allahun, duhet me përmend Allahu çish don ai, e unë duhet me ditën çish don Allahu. E ka njerëz që përmendin Allahun çish don shejtani. I kemi ne do njerëzit devijum për grupeve, tarikateve, për dervishve, ato e përmendin Allahin, edhe nuk e përmendin komplet emrin Allah, po ja bën hu, so është Allahu, është lillahi, wallahu, ose wallahi, ato hu, vetëm atë propasjesin e fundit ja bën hu, që kështu me përmend Allahun me hu, nuk është razi Allah. Ti si dush ta përmendis Allahin, thuj la ilaha illallah. La ilaha illallah. Njëse e Zotin vet, ose thuj subhanallah, ose thuj astaghfirullah, ose thuj Allahu akbar, ose thuj la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Këto janë të përmendurit e Allahut. Tash kur ta përmendish Allahun çish don ai dhe çish e ka përmend pejgamberi alayhis salam. Nëse e përmend ndryshe, ki deviju. E përmendja Allahin une me melodi. Du të përmendja Allahin une me qitili. Du të përmendja Allahin une me klarinet. Du me përmend Allahun une me sharki. Du me përmend Allahun une me qitis hajzer. Nuk shka me vla. Unë të tham la ilaha illallah me dirigent lëk. Ma qka i thonë asaj, qka kompozitor. Përmendmi Allahut, dhikri Allahut nuk shkon me instrumente shejtanit. Po përmendet Allahu me lëskën e zemrës. Në këtë rast, ti si mos kesh dije, ka marru puna jote. E nëse ti nuk i plotson di kushte, nuk bëhet kabull ibadeti. Shpesh e kemi përmend, kushti i parë çka është? Që ti ta kesh këtë punë me sinqeritet. Ibadetin tënd, dhikrin tënd, namazin tënd, agjerimin tënd. Ibadetin çka e bën për Allah, tjetër për hir të Allahut me sinqeritet. Halis zemër të kesh për atë punë. E dyta, tjetën përshmëri me punën, me traditën, me sunetin e pejgamberit alayhis salam. Nëse njëna prej këtyre dive se kije, ibadeti jot nuk bëhet kabull. Si bëhet kabull, s'bëhet kabull. Ta zojmë, ti e bën punën sikur e ka bëu pejgamberi alayhis salam, misoj. Si ka shku në hax ti bën, si e ka bën namazin ti bën. Mirë po se kije para, se kije për Allah, se kije me sinqeritet. Se kije me gjithë zemër, ata bën Zoti kabull, nuk ta bën. Po mirë, une e kam me gjithë zemër, para Allah e bajbaj. Edhe me sinceritet e kam, por nuk e kam sikur se e ka bo pejgamberi alayhis salam. Prapë zbot kabull. Por atë këto dija lidhen, por me pas ti dijen e mirëfillt. Shembuj janë të shumt. Ti mundesh me marr namazin e sabah, që namazin ta marrë. Ma let. Du mu sun sabah. S'ka problem. Pa qare kime për sabaj. Edhe ti qka ban? Qohë sabaj e ki njetin e pastërt. Për Allah. Thot, unë u qova, që u zgjova në mëngjes, sa kove sabaj, 2 sunet, 2 fars. 4. Thot, unë e 4 pakje. Di fali 4 sunet, 4 fars. Kita është me mende punon. Thash këtu s'ka ki dije, mende.
ku ta shohësh që ka bo keq, me logjik s'ka bo keq. Pse s'ka bo keq? Se i ka falën 4 plus 4 ka shtu namaz, bilon ka po tepër. Se niyetin e ka për Allah, nuk e ka që diçka dhe kur kush nuk e shën sa ka çu herët. Muhabeti dhe piqja është aja ban Zoti ka put. Si ti kishe fal 4 sunet, 4 farz. Ne të thëna si avan kabull. Po pse si avan kabull dhe e pat niyetin për Allah. Bilon ti di fale ki më shumë se ti u fal. Plus. Jo se pikën e di që ka. Pika e di çka është nuk është në përputhshmëri me sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Se pejgamberi sa më ka fal 2 sunet, 2 farz. Po mirë, ta marrëmi ditën. E ki fal sabahin sikur se ka fal pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me numër 2 plus 2. Ama se ki niyetin për Allah. Prapë s'bëhet kabull. Para dia të cilën ti duhesh me marr, duhet me qenë e bazuar në shariatin Allahu dhul xhelal, duhet me qenë bazuar në Kur'an, edhe duhet me qenë e bazuar në sunet. Pika me radhë se na erdhi edhe koha që të mbarojmë, edhe pse pata 40 minuta, domethënë ligjërat, është pika e 6 për edukatës së nxënësit në dije, është me këtë dije ti thrashish njerëzit. Pra pika e 6 është thirrja në fenë Allahut dhul xhelal. Qish mi thirr njerëzit? Varet për vendit ku je, në punën tënde, në xhamin tënde, tubimin tënd, seminarin tënd, shkollën tënde, klasën tënde, ti atë dije që ta ka dhënë Zoti duhesh ta propagandosh, duhesh ta tregosh. Dijen e hajrit dhe dijen e dobishme. Pse? Se këtë kërkon prej neve Islami. Pika e 7 nga edukata e nxënjes së dijes është, kanë thënë ulemaja, urtësia në dije. Çfarë do të thonë urtësia në dije? Me pasën hikmet, me pasën urtësi. Se pa urtësi, dija jote zbohet kabull. Duhesh me qenë me pasën mençurin në thënien e fjalëve tua. Se pejgamberi alayhi salatu wasalam ashtu ka qenë. Parat kujt i ipot urtësia, ju çdon një punë e madhe, thot Allahu dhul xhelal. Për atë në Kur'an Allahu dhul xhelal përmend dhe thot: "Yu'ti al-hikmata man yasha, wa man yu'ti al-hikmata faqad utiya khayran katira." Allahu urtësinë ja jep kujt ato. Urtësi do me thonën t'ja gjesh çdo sendit vendin e vet. Edhe llafin kur ta folish të ketë hije. Jo të folish vend e pa vend. E pasi Allah dhul xhelal thot: "Wa man yu'ti al-hikmata faqad utiya khayran katira." Kujt ju është dhënë kjo hikmet dhe kujt ju është dhënë kjo urtësi, ju është dhënë një hajër i madh. Ju është dhënë një mirësi e madhe. E tash këtë mirësi Allahu dhul xhelal neve na tregon se edhe kur të thirrish në fe, duhesh me thirrë në fe në mënyrën më të përsosur. Kjo është dija. E tash kjo urtësi dhe kjo hikmet varet prej punës tonë dhe ku je. Por nëse jo xhallar, dhe na të cilët mundohemi ta këshillojmë popullatën tonë, dhe mundohemi ta këshillojmë rinien tonë, si mos kemi urtësinë fjalorin tonë dhe hikmet, ai se ban kabull. Hikmeti çka është? Kanë thonë ulemaja në teta kulli shay'in ala mekani. T'ja gjesh çdo sendit vendin e vet. Na për dunjë mundohemi krejt punët që u gjejnë vendin. E keni pa ju në për shtëpitë tona. Televizori e ka vendin e vet, regalli e ka vendin e vet, kauçi vendin e vet, shamponi vendin e vet, frusha e dhëmbëve vendin e vet, kundrat vendin e vet, palltot e dimrit vendin e vet, ato të verës vendin. Apo ja kemi gjithë krejt vendin. Ama kur është pyetje për baneze për dunjë, kur është pyetje për Islam, ne i ngatrojmë vendet. S'kena pone kur kush deri sot në tablën e cigarës të vnoj kajmaqin ose sutliash. Edhe me pa që dhe shkoj gjithë nuk është vendi për me derdhen të gjellje me, tu është për cigare. Ose ta marrë shemull një tabull prej tablave qajt, edhe ati ta shkundi cigare. Nuk shkan, se se ki gjithë vendin. Edhe në Islam, kur ti ta thush një fjalë, duhesh me a gjithë vendin, e çki vend e kojmë një hikmet, e kojmë një urtësi. Edhe urtësia është domethënë një punë e madhe. Kujt ja jep Allahu urtësinë i ka dhënë hajër të madh dhe i ka dhënë mirësi të madhe. Por atë puna e dijes dhe edukata e dijes është kjo. Por atë pejgamberi alayhis salam çish emson Allahu dhul xhelal me ajetet kuranore i thotë ud'u ila sabili rabbika bil hikma. Thirr o Muhammed në fenë e Zotit me hikmet, me mençuri, me urtësi. Edhe çka Allahu dhul xhelal kur e përmend hikmetin wal mau'izati al hasana, edhe ku t'i japsh vazën nasihat, ku t'i japsh domethën porosi dhe ku t'i japsh këshilla, ki me dhon mënyrën më të mirë, ti zgjedhësh fjalën. Sikurse ka ndodhur një shembull të një mbretit, po duhet me tregu urtësinë,
Se njoni e thot një fjalë, tjetri një fjalë, njoni t'i bëhet kabull, tjetri t'i bëhet kabull, se s'ka metodë të fjalorit, se s'ka urtësi, si ka dhënë Allah hikmet. Ani pse din. Nëse atë dijen tonë dhe s'di ta përdorish, s'ka dobi për ti populli. I shpaskon një mrat dhe kish pas pa një ëndër. Edhe atë ëndrën don dikush më ja komentu se ka pa një ëndër edhe është trishtu. Edhe ka shku te njoni, i cili ka qenë i ditshëm. I dhe ka thonë, o ti i ditshëm, ku pa një ëndër, edhe po duhet me kallzu këtë ëndër. Thot kush e ka pa? Ka thonë unë. Mjeri ti. Ki, lënë që ka qenë i frikumi tutët, alo ma shumë e tu. Thot pse? Ka thonën, mjeri ti u pas ke shkatru. Pse veç, qka është ke ëndra, thot ki me vdek. Ja këput i kamët. Shumë keq. Tash ki njeri ka dije, por i tha se ki me vdek. Edhe nuk tha se, nuk e tha punët qka si ishe vërtet. Por ishe vërtet, por e tha ki me vdek. Si u bekenis mrejtit. Edhe i qertë mirë. Edhe refuzoj, tha, pëse ti smirë ka vesh. Nuk di. Edhe pse ka qenë i diqëm. Shkon të një qetër. Ki qetri e merë vesh andrën dhe ja shqaron mrejti. Thot, kush e ka pa këtë andrë? Thot, unë, thot, o ti i diqëm. Thot, lumi ti. Aman be, thot, lumë për ti se shfa të andrë, thot, kesh kita kësha pa unë këtë andrën të andrë. Pse be? Thot, ti pas ka me jetu shumë gatë. Ki thot, ki me vdek, ki thot, ki me jetu shumë gatë. Thot, kretë antarët e familjes tënde kanë me vdek, ti e i fundi që ki me vdek. Ama prap i tha ki me vdek, nuk tha se si me vdek. Por çka, ja të regojnë mënirën më të përsosur. Ja të regojnë mënirën më të butë. Edhe e boni kabull, tha, ti a i cili ma të regove të vërtetën. Edhe pse, ki tha ki me vdek, edhe ki dyti tha ki me vdek. Por çka i tha, lumi ti. Kisha konë unë në vendin tanë me këtë andër, se shumë gatë pas këmë jetu. Sa du sheto gatë, një ditë paqare me vdek. Edhe ondra ishe se ti ki me vdek, por qëllimi është se e ka pas hikmetin me veti dhe e ka pas ursin me veti. Pre punëve qera të cilët desëm të përkujtojmë, është pika e 8, sabri në kërkimin e diturisë. është edukat, është tërbije, e një nxënësi që ka e thirr dijen. Sabri në kërkimin e diturisë është punë e madhe. Për sabrin ka argumente shumëta, për sabrin janë në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ai cili s'ka sabër në dije, ai me xhims rrugës. E rruga e dijes nuk është e shkurt, është e gatë. Ti duhesh me qenë i qëndrueshëm dhe me pas sabër këtë dije, nëse do shpërblimin e Allahut në dunjë dhe në ahiret. Nëse jo, se shumë njerëz kanë nisë rrugën e dijes, po kanë rrapë poshtë. Shumë njerëz kanë nisë rrugën e dijes, po kanë me të ngjys. Por çka, ku të bëj sabër këtë punë, dije se edhe ndihma e Allahut është me tije, edhe shpërblimin e Allahut dhe xhelal që më pasën. Pastaj pika e 9 dhe parafundit prej edukatës nxënësit në kërkimin e dijes është respekti dhe nderimi i dietarëve dhe vlerësimi i tyre. Ti ku e merr dijen, pi ku e merr? Pi murit se merr? Edhe me marr pi internetit është ilmi i thatë se në marrë. Pa mu huç para hoxhës, pa mu huç para dietarit, pa mu huç para mësuesit, me kon pse çem fëmijë në shkollë. Kret në internet të mësojnë atje A, B, C, D, pi klasën e parë në internet. Jo, pa tjetër mu huç te banka. Pa tjetër tash në shkollë. Si mos ulet para mësuesit s'ka dijet mirë fillt. Mirë po, që ke dije çka po ta jep dikush, janë ato që kanë emrin ilmdar, dietar, mësuesat, profesorët, hoxhallarët. Kto çka duhet mu nderu. Kto duhet mu respektu. Një harp nëse ta mëson ti duhesh ta falenderosh. Por atë edhe respekti dhe nderi i dietarëve dhe vlerësimi i tyre. Duhesh me atit kimetin që elhamdulillah që i kemi. Edhe çka ai po ta mëson e vladin ton, po ta mëson fëmijën tënde, edhe ti kur haki se një dash. Por çka bile bandu që Allahu ta udhzon, Allahu ta mëshiron, Allahu t'i jep mirë në dunjën e ahiret. Pse? Është respekti ndaj hoxhës tan, respekti ndaj mësuesit tan, respekti ndaj atij i cili ta ka mësuar një punë të hajrit në këtë dunjë. Pika e 10 nga edukata e nxënjes së dijes, të një nxënësi është edhe verifikimi dhe vendosja. Jo çdo sens çka ti ke mësuar ta marrësh, por duhesh ta verifikosh, a është kjo tamam apo nuk është tamam. Unë vetëm jam të lexuar, tu li far leximi, lexo romane, lexo thije, lexo treçe, lexo çka smosi, nuk shkon. Por duhesh mi klasifiku, duhesh ta verifikosh atë dije çka e merr. E ne dojna dijen e dobishme me ky popull ta merr. Ajo dijen e shejtanit, se ky dije që të mëson se hire me bon. Magji me bon. A ka njerëz që bën magji ka?
A ka njerëzit që bëjnë fall, ka. A ka njerëzit që punojnë me xhin, ka. A ka njerëzit që punojnë me sehire, ka. Edhe ajo është dije. Se mes me ditë se ta bëje sihrin, por me cilën ndihmë ban, me ndihmën e shejtanit. A do të mësosh, mos e mëso. Por atë verifikoje mas pare çka je duke mësuar. Por atë edhe na i thena edhe ti je i vendosur në punën e dijes. Të kesh vendosmëri, edhe të kesh bindje se me të vërtetë dijen e mirëfit Allahu e don, edhe ai është i cili ka me të ndihmu në dunjë dhe në ahiret. Prej punëve tjera të cilat dëshëm të përkujtojmë, edhe të bimi më shkurt, janë edhe disa shkaqe për marrjen e dijes. Disa sebepe do të më bëj. Tash krejt të çka i përmendëm është tërbije jon, dhe është edukat. Ama kur njeri niset për dije, duhet të ketë të sebepe. Që ta animon Allahu pas se dijen ta marrësh. Po cilës janë ato sebepe? E para kanë thënë ulemaja është devotshmëria në zemrën tënde. Çka është devotshmëri? Takvalloki, frikë respekti. Të kesh dro Allahun dhe xhelal, ti frikësh Allahut. Edhe ku të kesh devotshmëri, Allahu ta çel zemrën e dijes. Ta çel kapakin e mendjes. Edhe çka me devotshmërinë tënde fillo dhe lip dije se ka me ndihmu Allahu dhe xhelal. Por nëse s'ke devotshmëri dhe nëse s'ke frikë respekt, nësojna se nuk do të marrësh dije, por do të jetë më zbek dhe më e thatë. Por këtë rast, nga shkaqet e marrjes ditorisë kanë thënë ulemaja është me pasë njëri frikë respekt dhe me pasën devotshmëri. Pika e dytë është këmbëngulja dhe vazhdimësia në kërkimin e dijes. Ke kërku dije me një kohë dhe e nal, jo. Do të vazhdosh rrjedhësi. Vazhdimësia në punën e dijes nuk ka domethënë datë caktuar. Edhe ditën edhe natën. Por çka? Edhe në kërkimin e ditorisë që është këmbëngulës. Mos lësh penë. Do të thotë që këmbëngul edhe mos më lëshu penë. Unë e komunis këtë punë edhe inshallah do ta apetisi deri në fund. Kjo është këmbëngulja. Mirë po edhe çka vazhdimëria kërkimin e dijes on shkak që Allahu të ndihmon që ti të fitosh. Pastaj kanë thënë dietarët, e treta është mësimi përmendsh në dije. Se ka sende të cilët duhesh me mësu përmendsh. Ka sende i thot me mende, e kupton mësimin e thot. E kupton mësimin e thot. Po ka të sende nuk shkon me mërmendja, me të kuptuar, po duhesh përmendsh me mësu. Ta thot mësuesja, mësoj këtë vjersh. Ti e mëson me mërmendja, jo, çish është vjersha që më mësu përmendsh. 3 strofa, 4 strofa, 5 strofa, aja më qartë. Por është një poezi, çka ke në shkollën e poezisë, duhesh me mësu një poezi, edhe e poezia do të mësu përmendsh. Kështu është edhe libri i Allahut. Ti don me mësu Kur'an. Don mu fal, se në falesh pa me ditë sure. Unë du mu fal ama elhamdulillah se di, pa çfarë me mësu përmendsh. Unë du mu mësu Kur'an ama surë si di, kul vallahi do të mësu. E kul vallahi është përmendsh. Kul do prapi falak përmendsh. Pra ajetet e Allahut, fjalët e Allahut duhet më mësu përmendsh. Por edhe mësimet të cilat duhet më mësu, psohen përmendsh. Ka definicione në shkenca. Në mëson biologjinë, definicione ka duhet më mësu përmendsh. Ka matematikë si mos e dish formulat, edhe si mos e dish barazimet, ti smuresh detyrën ta krysh. E për me ditë ata të me ditë përmendsh. Por edhe nëse mëson kimin, si shembull jam të marr. Kimia ka, domethënë, punë të cilat mirën me kimi dhe ka formule. Pa më parasysh ajën acidet, ajën nitritet, ajën fosforik, nitrik, kloridrik, më thash, krejt këto duhet përmendsh me ditë. E ti nuk mundesh me sistemin periodik me dalë dras për erë, ku ke magnezi, alumini, ku ke oksigjeni dhe hidrogjeni. Ti duhesh me ditë përmendsh. E kjo përmendsh duhesh me mësu. Pastaj duhesh me lidhën atomët me molekulet, të prap lidhën. Kimistët e dinë më mirë se unë. Kjo punë lip me ditë përmendsh. Edhe ka sende të cilët nuk kërkohet përmendsh, por kërkohet ngjarja mu tregu tamam. Ama kur të thotë as ndari sërish, çfarë datë ka, ti duhesh me ditë datën përmendsh. Jo, vetëm t'ja futish një datë, kishe menja ka ndodhur, ajo s'ka lidhje me ngjarjen dhe me betejën që ka ndodhur. E kam qëllim se prej shkaqeve që ta ndihmon dijen ta marrësh është edhe mësimi përmendsh, edhe pika e 4 dhe e fundit që kanë thënë dietarët, nga shkaqet për marrjen e ditorisë është qëndrimi pranë dietarëve. Me qëndru rreth arsimtarëve, rreth profesorëve, me qëndru, me shku për mas mi vet. Por gjithsesi çka të intereson. Edhe nëse mëson dijen, shkoj shtoxhallarët, po hoç, si ka kjo meselë, ti tregove, por nuk e kuptova. Pra qëndrimi me dietarët, qëndrimi me arsimtarët, qëndrimi me mësimdhënësit është nga shkaqet që ti të animon Allahu dhul xhelal që ti të marrësh dije. Lutim Allahu dhul xhelal
që Allahu të na mundson fillimisht vetveten tonë dhe juve, por edhe nxënësit tonë dhe studentët tonë, Allahu t'ju ndihmon që ata të marrin edukat në kërkimin e dijes. Lutim Allahun dhul xhelal që Allahu të na shton dijen. Lutim Allahun dhul xhelal që të na mundson me këtë dije të punojmë edhe pastaj tjerët të mësojnë. Lutim Allahun dhul xhelal që ta mësojmë dijen para se ta themi. E kur ta mësojmë, ta themi dhe pastaj ta veprojmë sikur se kanë qenë ulemaja, sikur se kanë qenë dietarët. Lutim Allahun dhul xhelal që lutjet tona, ibadetin ton, tauban ton dhe istighfarin ton, Allahun dhul xhelal kabul të na ban. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.